Policia e kryeqytetit ka finalizuar një tjetër operacion antidrogë të koduar improvizimi, duke goditur një rast të kultivimit dhe përpunimit të lëndëve narkotike në zonën malore të Tiranës. Gjatë operacionit, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve zbuluan një ambient të improvizuar në fshatin Mukje, i cili ishte përshtatur për tharjen dhe përgatitjen e bimëve narkotike për shitje. Si rezultati i ndërhyrjes, u arrestua 42 vjeçari me iniciale JM, i dyshuar si organizatori i kësaj veprimtarie kriminale. Ndërkohë, në hetim është vënë një tjetër person, shtetasi me iniciale BM, 59 vjeç, i cili dyshohet se kishte dijeni për aktivitetin, por nuk e kishte kallëzuar në polici. Nga kontrolli ushtruar në ambientin e përshtatur, u sekuestruan 516 gram lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës, e cila do vijojë hetimet për zbardhjen e plotë të rastit dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.